Thatësira përshëndrohet në një nga sfidat më të mëdha mjedisore në Kosovë, ndërsa pasojat e ndryshimeve klimatike po ndihen gjithnjë më shumë edhe në pellgun e lumit Drini i Bardhë. Rënja e rreshjeve, temperaturat e larta dhe periudhat e gjata pa shi po ushtrojnë presion mbi burimet ujore, bujqësinë dhe ekosistemin. Pikërisht për këto sfida, në Vermis të Prizrenit u mbajt konferenca Dita e Drinit, ku përfaqësues të organizatës Rilindja Gjelbër, ekspert, institucione dhe organizata vendore diskutuan për ndikimin e thatësirës dhe masat që duhen të ndërmerren për mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshme të burimeve ujore. Si organizatë e shohim shumë të rëndësishme bashkëpunimin ndërmjet sektorëve të ndryshëm. Për shembull, sektori publik, ku përfshihen institucionet qendrore, institucionet lokale, këtë rast komunat, institucionet rajonale që janë kompanitë rajonale të menaxhimit të ujrave, shoqëria civile, bizneset dhe qytetarët. Po na mungon një bashkëpunim edhe bashkëveprim që së bashku të shkojmë atutje dhe të mbrojmë natyrën, burimet natyrore dhe burimet ujore. Pellgu i Drinit të Bardhë është pellgu kryesor i Kosovës, ku rreth 44% të qytetarëve jetojnë në zonën e pellgut të Drinit të Bardhë dhe një numër i madh i lumenve, degëve të Drinit të Bardhë janë të damtuara, shtretët e tyre për shkak të betonizimit, të papërgjeshëm, ndoshta edhe ilegal të bizneseve apo individëve që kanë ndërtu. U përmend gjithashtu që janë diku mbi 55 bariera, pengesa për rrjedhje të lirë të ujit, të cilat një numër i madh i tyre ekzistojnë, po nuk shërben ndonjë qëllimi. Kështu që ato duhet të largohen, eliminohen, natyrisht duke i respektuar të gjitha dispozitat ligjore. Nuk du mu largu prej përgjegjësisë institucionale, por kuadër të planit të menaxhimit të pellgjeve përgjegjësitë janë të gjithëve. Vetë plani i menaxhimit të pellgjeve e parashë pjesëmarrjen publike, edhe domethënë të gjitha palët e interes, ku në planin e Drinit konkretisht janë të përfshirë edhe palët në interes. Janë përfshirë të gjitha komunat, janë bërë takime në të gjitha komunat dhe janë marrë domethënë të gjitha kërkesat atyre edhe shqetësimet e qytetarëve edhe të shoqërisë civile në lidhje me pellgun e lumit të Drinit Bardhë. Mesazhi jem pas konferencës është që duhet të investohet më shumë nga politika në kuptimin e ngritjes kapaciteteve institucionale edhe zbatuese të planeve, paralelisht me përmirësimin e cilësisë të planeve, paralelisht me konsolidimin e sistemit të monitorimit të ujnave, si dhe rritjen e kapaciteteve të resurseve ujore, duke i pas parasysh ndryshimet klimatike dhe problemet që i shoqërojnë këto ndryshime klimatike në kuptim të ujrave. Andaj, kur 44% e vendit varet nga Drini i Bardhë, nga organizatorët u kërkuar që të bëhet më shumë për mbrojtjen e pellgjeve të lumit, sidomos tani kur jemi në muajt e verës, ku thatësira është më e madhe. Telegrafi do të vazhdojë të raportojë rreth sfidave që përballet lumi Drini i Bardhë, ndërsa ju shikues dhe lexues mund të na shohini edhe në lokale telegrafi.com.